Deklarata e Altin Dumanit është një skandal. Një skandal i vërtet. Shteti shqiptar ka një agjensi të luftës kundër larjes parave. Kundër larjes parave. Dhe kjo agjensi ka të gjitha autoritetin shtetëror për të shqyrtuar çdo transakcion të dyshimt në Republikën e Shqipërisë. Kjo agjensi ka shqyrtuar të paktën 5 herë gjatë këtyre viteve dhe e përgëzoi çdo transakcion të familjarëve të mi. Dhe unë i përgëzoj. Gjë më normale. Kjo agjensi nuk mund të them se ka analizuar transakcionet e bosëve të drogës dhe të krimit, por nuk mund të përjashtoj se e ka bërë këtë. Nuk mund të them që nuk e ka bërë këtë. Por ka një gjë në themel që unë kam denoncuar me 10 herë para jush. Altin Dumani është përgjegjës kryesor për moszbatimin e ligjit antimafia. Këtu qëndron gjithë problemi. Se nëse se Altin Dumani zbaton ligjin antimafia, ai konstaton se pronat e klanit Xhafa vinë nga droga e Gerondit dhe jo nga djerse e tyre. Po Altin Troplini nuk e bën këtë, se është peng. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar ja ku është hoteli 70 milion euro gjertani i familjes Rama dhe ati mollës që e nëzorën edhe nga burgu se është i Teta Olgës. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar, le të lexoj Ola Xhamën, një gazetare kurajoze, e cila bëri një hetim që Altini nuk e bëri. Dhe kjo gazetare i tha opinionit publik se këto kulla monumentet të drogës dhe korrupsionit, vetëm 20% të parave i kanë nga bankat. Dhe kjo mjafton për Altin Troplinin që t'u vedrynë atyre kullave, me parat pista. Por, hajnë burët, se kam sekuestrua 63 milion euro. Gjë më qesharake, në një kohë kur përëndorit e klaneve janë me miliarda. Janë me miliarda. Kjo është. A ju tani ka marrë mision të dalë në për studio dhe të mashtroj. I thot publikut se për herë të parë 3 zëvendës kryeministra. Ku janë? Këqurë zëvendës kryeministra ata që kanë qenë. Ata që kanë qenë. Po gjersot, si që thot a ju, si që mashtron a ju, se ka një zyrtar shumë të lartë të dënuar, as një zyrtar shumë i lartë nuk është i dënuar.
asnjë për korrupsion. Dhe për sqarim për publikun, këta që duan t'ja ufshin memorien ju, dhe t'u hedhin truta atij që s'po e them,